E ka shtuar intensitetin e stërvitjeve. Krejt këtë angazhim që është më i madh se viteve të tjera, Rita Zeqiri po e bën për një arsye të fortë. Pasi ajo është në mesin e 8 sportistëve kosovar që për herë të parë do të paraqiten në Rio 2016. Prandaj për notuesen pjesëmarrja në garën më të rëndësishme të sportit është një nder i madh. Një ndjenjë shumë e veçantë që do të marr pjesë për herë të parë për Kosovën, prandaj edhe mendoj që përgatitjet kanë shkuar shumë mirë, edhe besoj që në kushtet ekzistuese të cilat qëndrojnë tani në Kosovë do të jap maksimumin tim. Sipas saj, garimi në Rio nuk do të jetë as pak i lehtë, pasi në disiplinën e saj ka konkurrencë shumë të madhe. Në kategorinë teme 100 metra shpin besoj që dikur 150 garues do t'i kem, prandaj konkurenca shumë e madhe, por që na dallon është mënyra e zhvillimit ton si sportiste në Kosovë dhe si sportiste jashtë vendit. Por kampiona absolute e Kosovës në not tregon se cilat janë synimet e saj në Olimpiadën e Rios. Synimi nuk mund të jetë medalje, por prapse mendoj një përmirësim të rezultateve dhe një fitim të përvojës mirë, kështu që do ta përcjellat në gjeneratat e tjera dhe besoj që olimpiadat tjera do të na gjejnë shumë të përgatitur. Notuesja Zeqiri është njëra ndër 5 sportistët femra në ekipin olimpik të Kosovës nga gjithsej 8 garues që do ta përfaqësojnë Kosovën në lojrat olimpike.